Ajo është një proces që dhe ose një precedent që rrallë e hasni në institucionet e drejtësisë kudo në glob. Nga viti 2022 jemi pa krye prokuror që përbimet ime ka shkaktuar dëm të parikoperueshëm në sistemin të drejtës ose sistemin prokurorial, po edhe sistemi drejtësisë në përgjithësi. Ani pse ato arsjetohen se jo ushtruesit e tyre si ka të njëjtat jurisdiksione, po ndryshe është kur ti e ke krye prokurorin. Sistemi drejtësisë ka pas probleme të shumta përkundër punëve të mëdha që janë bërë në sistemin, edhe në sistemin prokurorial dhe në sistemin gjyqësor. Mirë po sulmet e shpeshta që kanë ndodhur, ka shi sistemi drejtësisë, qoftë prokurorial, gjyqësor, pastaj gjykatës kushtetuese, mosemrimi i krye prokurorit, unë këtë e vlerësoj si një goditje e rëndë e drejtësisë dhe tendencë e hatë për rrinë e sistemit drejtësisë. Sistemi gjyqësor ka pas avancim në kuptimin e transparencës. Sistemi gjyqësor ka pas përmirësim në kuptimin e artimit të dokumenteve që e zhvillojnë këtë sistem. Në anën tjetër, në sistemin prokurorial kemi pas dhe po e shohim tash dhe së fundi një tendencë për vazhdim të korporatizmit, një tendencë për vazhdim të qasjes korporatiste që një grup i caktuar të shërbejnë dhe vetëve për interesa personale. Pra janë këto çështje dhe kjo është situata që ka ndodhur me në dy sistemeve. Në anën tjetër, tek Këshilli Gjyqësor i Kosovës e ka një ftesë standarde për monitorim të procesit prej procesit pozitës më të ulët, që është referenti drejt tek ajo më e larta. Në anën tjetër e ka Këshillin Prokurorial që do të më qenë njoftim që dëshirojmë me monitoru një proces. Por kjo është situata midis këtyre dy këshillave dhe ky është zhvillimi apo ngecja që ka ndodhur midis dy këshillave gjatë vitit 2025. Të akuzat të mos jenë të karakterit hetimit administrativ, po të jenë të një karakterit hetimit penal, me administrimin, me prodhimin e masave, me zbatimin e masave të ndryshme, që i një kodi e procedurës, kodi penal i Republikës së Kosovës, legislacioni në fuqi. Sepse nga përshtypja që t'ipët leximit të akta akuzave, më shumë i ngjajnë një karakteri administrativ se sa ndoshta një karakteri penal. Probleme me politikën ndëshkimore, mena për mena vendimeve gjyqësore kemi pa dhe vazhdimisht do të hasim, pra politika ndëshkimore, që është rregulluar edhe përmes një udhëzuesi Gjykatës Supreme nuk gjen jetësim në vendime gjyqësore, kjo duhet gjej jetësim, thjesht standardi dënimeve të jetë asisoj që personit t'i arrihet preventiva që i njëjtit mos e përsërit veprën të ardhme. Këshilli Gjyqësor kohëve të fundit, viteve të fundit ka ecë me hapa shumë të shpejt, është bërë shumë transparent, shumë llogaridhënës. Në çdo hartim politikash, dokumente rregullore kërkohet edhe inputi i shoqërisë civile në hartimin e këtyre dokumentave. Ftohemi të monitorojmë çdo proces të rekrutimit për gjyqtar apo edhe për staf të administratës. Do të thotë shumë i hapur në përgjithësi në krahasim me Këshillin Prokurorial të Kosovës. E kuptojmë pak edhe natyrën e prokurorisë që duhet disa gjëra të kenë konfidenciale për shkak të hetimeve që zhvillojnë, por nuk duhet të jetë në i mbyllur hermetikisht. Është një reformë në proces, e cila duhet të vazhdojë, s'ka kthim prapa, pavarësisht se ju pëlqen apo nuk ju pëlqen disa personave brenda Këshillit Prokurorial të Kosovës, kështu që reformat duhet të ndodhin, mos harrojmë shumicës së anëtarëve tashmë nga janari nuk do të jenë pjesë e KPK-s, andaj edhe çdo tentim për ndërhyrje në reformë do të jetë konsideroj i dështuar nga ajo pjesë e cila do të jetë pa mandat.